Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në spektaklin e madh Odeon dhe në radio televizionin e Kosovës. Për 10 javë kemi garuar, kanë garuar konkurrent të shumtë në rrugtimin e tyre për të bërë yll. Kemi kaluar në etapa tjera të zhvillimit të këtij spektakli. Sa po ndoqet vallëzimin e mrekullueshëm që vjen nga Gjilani, koreografuar nga Shqipron Sinani, grupi i mrekullueshëm Mad Links. Faleminderit shumë publik i nderuar e i dashur, ju përqafoj të gjithëve e posaçërisht mysafirët nga Suedia. Ndryshe, pak më ndryshe, çdo javë do të kënaqemi me shumë surprizat që do të vinë në spektaklin Odeon. Këtë mbrëmje do ta fillojmë me rubrikën personazh. Zonja dhe zotri, do të vi një personazh i vërtet, një margaritar i kombit, i cili për decenje të tëra ndërtoi piramidën e tij artistike, të cilën e bart me sukses në kurrizin e tij edhe sot. Zonja dhe zotri, Fitim Domi, Mixha Ram. Kjo është për ju, për mbretin e humorit, mbretin e skenës është kjo karrike. Muj me marrë shpik të sonte. Mundesh. Najmë, këta se din një gjë një sekret, se unë i du këta ma shumë. Pa këta s'mu i mërnu unë, këtë është... Aja qilova, Gazetarja jonë Sara Andauka ka bërë një profil të Mixhës Ram, të Fitim Domit. E ndjekim bashk? Cili tash, a Mixha Fitimit, cili? Të dy bashk. Fitim Domi, apo si që njihet ndryshe Mixha Ram, megjithse me prindër nga Kosova, u lind në Tiranë, por kishte fatin që vetëm 2 vite të jetës së tij të jetonte me të dy prindërit. Meq në moshën 2 vjeçare i vdes i ati. Dhe pas kësaj jete e Fitim Domit mori rrjedhë të dhimbshme. Ajo nuk u tregua as pak bujare me të. Pas vdekjes së babait, ai me të ëmën erdhi në Kosovë dhe meq gjendja e tyre ekonomike ishte mjaft e rënduar, nëna ishte detyruar që ta linte të birin për ca kohë në strehen vorfnore në Prizren. E tillë ishte fëmijëria e zotit Fitim Domi dhe mbase për të mos i menduar kujtimet e trishta që ja kishte falur jeta, ai u dha i tëri fillimisht pas këngës, ku ishte pjesëmarrës i të gjitha akordeve deri në vitin 1995, por edhe moderues i tyre. Përveç këndimit ai shkroi edhe shumë tekste këngësh dhe shqiproi melodi të shumta. Meq ai përveçues angleze për çka edhe ka studiuar, është folës edhe i italishtës, turqishtës dhe serbishtës. Ndërkaq aktrimi i erdhi shumë rastësisht, por ishte pikrisht aktrimi ai që i dha famën më të madhe. Pra ishte personazhi i një fshatari i mishëruar në Mixhën Ram, ai që e bëri edhe më të njohur e më të dashur nga të gjithë. Fitim Domi nuk u mjaftua vetëm me artin. Ai ka qenë po ashtu i apasionuar edhe pas sportit, veçanërisht atletikës, ku edhe ishte kampioni i Kosovës në 1500 metra. Gjithashtu ishte njëri prej futbollistëve të klubit futbollistik Llapi të Podujevës. Por si duket kjo nuk e sfidonte shumë, andaj provoi edhe sporte ekstreme siç është parashutizmi. Por vitet kanë kaluar dhe dëshira për tilla ekstreme është paksuar, andaj zoti Fitim Domi tani tër energjinë e tij po e shkri në personazhin e Mixhës Ram në emisionin satirik Mbrëmje Gazmore.
me tërë veprimtarinë tuaj, me artin tuaj që keni bërë, keni qenë vetë jeta e këtij kombi. Unë ju anonqova si margaritar i këtij kombi që jeni. Na thuajt lutem vërtet si ka qenë fëmiria juaj? Po si të them, jam një shumë i dëbum atëherë, kur më kalon nona në strenë varfënore, po e më kalon për të mirë, që atje shkëshin, u dërkëshin atëherë mas luftës fëmijët e herojve. Do më thonë kom hi me fëmijët që kanë pas për kujdesje shumë të veçantë. Jo, është një vllaf i thonë këta. Me intervenime. Me intervenime, me qashtu kom shkun, ku se kom pas vendin, bëllke që nisha vetën si të bumë për i nonës, apo din? Por kushtet kanë qenë pak më mirë se në... Jo, mirë, për shkëllqyshme. Unë e qëfar kushtet fleqim me nonën shpinë për shpinën firi, zdim këta shka firi, bile. E umë lëshim me një palë të nonës. Në periudhën e ditëve të vështira të... Qartë, ditëve të vështira, kur u kthyn nga Tirana? Kur u kthyn për Tiranës, po s'kishim ku më janë gjitë, ku... E di si është kur në familje shqiptare gjitha qashtu kur vdes burri, kërëja kthehet të babaj vetë. Shkollën fillore mbaruat në Prizren. Të mesmen? Të mesmen... Një pjesë në? Një pjesë në Pej, një pjesë Prishtinë. Normale. Në normale. Po. Më pastaj keni studiua anglishtën? Normale, po, mande e studiua anglishtën. Migjaram anglishtën? Ha? Pse keni studiu ju? Jo, që sham ka po njoni, por zotën. Ishim Londër, të një mësafir shqiptar në restoran, edhe të najtë na, po delaj, aj, s'po din që i madhnoj mu, azen vlasi po flet dishka në televizion. Mirë po ta nuk i e përfolshin azemin, në anglisht. Unë i pëthëm këti djallit, të lutëm, thash tani, shka po thot azemi. Thafim më gjeram, tha është i full anglisht. Sepse mizas flet anglisht. Jo. Thash unë e kom studiu anglishtën. Ti kish gu në shkolla? Atëherë më thujt lutem si u kriju Migjaram? Si u kriju emri personazhi Migjaram? Që si u kriju? Gjatë kooperativa e studentëve, ku shkëshin aktorët prej qershorit deri në gusht nuk thejnë teatr, shkojnë. Ata e bëjshin orën gazmore. E tash për mos me lon rezerva, ata mos me lon terminin thot, na thirrën neve të kooperativës studentëve, hajdeni me zavendësu. E kishim Krist Berishën regjisor, lexon, na i pshin tekstet, na lexo tekstet, po vjen një tekst, për thret njoni e kish një grun me yzër i Suarekës e për thret spitalin Prizren. O mora telefon, alo! Hajde bre se kem grun me yzër, Her shtaturi, erdhen aktorët, e në nalëshun. Po fillun me parapagime ka qenë radio. Fillun njerës mos më i pagu. Qato ratat e parapagimi, ku divne. Fillun me ju kusht, ose këtheni qatë... Aktorët me honorare, ha? Po. Ose këtheni qatë katunar, ose na mo... Si japin pagesa. Pas kërkesave të pa fund për Migjaram, ju fillut me zhvillu këtë personazh pastaj. Ashtu. Po, i pari që ka shkru për Migjaram, ka qenë, fillun mas nëjse mas i përkërkojnë, adi unë zisha, unë argjita me tekste, një faqe, filloj me shkru Tahir Ajazi, Drenicak. Interesant, 3 Drenicak kanë shkru për Migjaram. Tahir Ajazi? Tahir Ajazi, mas Tahiri Trifat Kuker Indiri, mas Trifati Tash Daude Maku shkru. Migjaram, ju më vonë keni kënduar në për festivalet të ndryshme. Jo më vonë, por në atë periudhë,